Mirëmëngjes, najtë të përshuta. Mirëmëngjes. Najtë të përshuta. Ma keni flajta, keni pushua? Profesor, mirëmëngjes. Da pushuat jua? Faleminderit që një arë gjithë, nëse doni hajde një pak më afër se jam pak me gritës për mundë me forma të shumë. Sot jemi mbledhur këtu në këtë vend shet për të nderu dëshmorët. Para se gjithash, lejoni që të përshëndes familjen e nderuar dhe shumë të respektuar Doraku, familjen e dëshmorit Fitin Doraku. Gjithashtu përshëndetje për të gjitha familjet e dëshmorëve nga Trusha dhe nga tërë fshatat e tjera. Përshëndesim edhe kryetarin e komunës, i cili vazhdimisht na vjen me ne këtu, edhe në cilësinë e bashkëluftëtarit, por kësaj radhe edhe në cilësinë e kryetarit të komunës. Përshëndetje për gjithë veteran bashkëluftëtarët e dëshmorëve që sot i kujtojnë të fitimit të Skenderit, e të gjithë dëshmorëve të tjerë tani më që kanë rënë ndër vitet e 98 dhe 99 tutje shqiptare të Kosovës. Andaj para se të vazhdojmë tutje, lejoni që t'i nderojmë ta me një minutë feshte. Lavdi. Ne sot do të kursehemi nga fjalët në këtë vend, sepse çfarëdo që flasim për dëshmorët që i kujtojmë sot, por edhe për dëshmorët e tjerë janë të pakta, sepse rruga e tyre ishte shumë e vështirë, mundi dhe sakrifica e tyre ishte aq e madhe saqë nuk e di cila pemë do të mund ta shkruante më mirë atë sakrificë, ato humbje, ato vlerat njëkohësisht, por se ne kësaj radhe dëshmorëve në përvjetorin e 20 mund të themi që të pushojnë të qetë sepse amaneti i tyre ka shku në vend e ajo çfarë ishte që ata kishin amanet që ta kenë ushtri shërimtare, një ushtri mbrojtëse, e jo shërimtare sigurisht që ishte ajo, sepse lufta ishte për ta mbrojtur vendet e tona, vendet e sheta, trojet e tona, andaj nga ky vit
edhe ushtëria jonë shpresojmë që të jetë shumë e fortë se sa që ishte gjendja tani. Duke marrë parasysh agjendën që është ngjeshur sot, pasi që në ora 11:30 do të bëjmë homazh gjithashtu edhe tek vendi i Rënjes, si për fshatit sapnisht kërtesën të pas me Rahovecën. Atëherë unë nuk do të zgjatja më shumë, por do t'ja kaloja fjalën dikujt nëse do. Përndryshe nëse jo, ju ftoj që gjithë të bëjmë homazhe, të bëjmë kurora lulesh, edhe buqeta lulesh bashkë dhe pastaj shkëntutje, duke mos e harruar pjesën kryesore që kësaj radhe për nder të 20 vjetorit të Rënjes do të mbahet edhe Akademia Prokujtimore nën përkujdesjen e kryeministrit të vendit, zotit Ramul Haradinaj. Jo, mirë. Atë vazhdojmë me kurora lulesh edhe bëni kujdes ka shkojnë rrugët nuk e dhja rrugët e hapura që mos volohemi më shumë atje të mëtë. Ne e shkala për në të të. Faleminderit gjithë. Hajde me punora. Ego pak ujtë që shlet, e një vishë, në gjistore, në vjetën e djetë, në skretë, në ndarë, në